çdo shpirt, çdo zemër e ka një zbrasin shpirtin e vet që nuk mundet me umbush ndryshe vetëm se me adhurim ndaj Zotit, me dashuri ndaj Tij, me përmallim ndaj takimit të Tij. Këtë zbrasi asgjë tjetër në këtë botë nuk e mbush, as dejta, as oqeana, as lumej, as kodra, as livada, as asgjë tjetër. Në këtë qaste të begatshme kisha pas dëshirë bashkë me ju me përkujtu një transmetim autentik, profetik që nuk është edhe kumedi saj njohur, në mënyrë që t'i nxjerrim disa mësime madhështore prej këtij hadithi. Po ky hadith e ka një tretman më të veçantë për arsye që këtu profeti alayhis salam betohet. Ai është i sinqert, edhe nëse nuk betohet. Ai është besniku i qiellit. Imagjinoje, profeti Muhammed alayhis salam është besnik i qiellit. Allah e ka bërë besnik banor e qiellit, çfarë nderimi ka dhënë. Edhe hiç mos mu betu na i zon besa atij. Po çka është puna kur të betohet? Kur të betohet, kjo e tregon edhe më shumë rëndësinë e kësaj çështje për të cilën po betohet. Thot betohna në 3 gjëra. Venja kushtoni vëmendje çka janë këto gjëra që po betohet Muhamedi alayhis salam për ta. Gjëja e parë në cilën betohet, po thot betohen që nuk është i barabartë si ai që ka hise në Islam, si ai që nuk ka hise në Islam. Pasaj e sëran thot hiset e Islamit janë 3: namazi, zekati edhe agjerimi. Do nuk është i barabartë si ai cili ka këtë hise të Islamit si ai cili nuk i ka. Kur pasha Zotin. Edhe unë po betoj. Kur nuk janë barabartë si ai cili falet, farz e nafile, si ai cili jep lëmosh, farz e nafile, si ai cili agjeron farz e nafile. Do prej këtyne 3 adhurime që janë edhe shtyllat e Islamit, kemi që janë të obligueshme, po kemi edhe që janë vullnetare. Prej namazit të obligueshëm kemi vetëm 5 kohë në ditë, brenda natës edhe ditës. Pastaj vullnetare kemi sunetet, e kemi namazin natës që të cilën jemi duke e bërë tani, dhe kemi sunetet tjera. Prej lëmoshës e kemi të obligueshme zekatin. E këtu të ndalemi pak. Se me keqare e disa nuk e jepin zekatin. Madje njëri prej vëllezërve sot më tregoi që ai është interesuar me ndihmu një shoqat jetimave. Edhe ka shkuju ka trokit derën disa pasunikave. Është fjalë për firmasha. Ka unë jep një zekat, ja u qaj jetimave. Ka unë që meri nashte 500 euro i kam obligim. Përmëno, a i baki ka miliona, thët nashte 500 euro i kam obligim. Kjo është të merë është, kur ta këqysha të merë. Ata ka mundësim të është ta jepin lëmosha vullnetare, po kur të vjen punat e zekatin nuk e jepin. Në çfarë dënimi të ronë ka ai që nuk e jep zekatin. Allah i madhërisht thot: La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairun lahum bal huwa sharrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Mos mendojnë ata të cilët janë kopraca me atë që Allah i ka begatu prej pasurisë, mos mendojnë që kjo është mirë për ta. Përkundër asaj ajo është keq për ta. Aja pasuri që janë kanë kopraca ndaj saj kam ju mbështjell për qafe ditë e kiametit. Në qëta që po mendojnë që valla s'pe jepi zekatin se është mirë për mu mbështohet pasuria, mos mendojnë kështu se është keq për ta. Që aja pasuri që të ajet Kuranit profeti alayhis salam e saran, thot aja pasuri kam ju bon ditë e kiametit gjarpën. Gjarpën kam ju kapë dhe kam ju mbështjell për qafe, kam e thonë unë jam që kja pasunia jote që ti e kallëzu kopras me ta. Kam ju mbështjell për qafe. Çfarë dënimi të ronë ka ai cili se jep zekatin. Po në anën tjetër është problem shumë të madh i lumë ai cili jep zekatin. Se Allah i madhëshëm prapë po kthehemi te ajete e Kuranit thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim." Merre prej pasurisë tyre një lëmosh përmes cilës ti i pastron ata po dhe i ngrit. Në ai cili jep zekatin, Allah edhe po ja pastron shpirtin, po edhe po ja ngrit.
Kjo është pra hisja e dytë e Islamit, zekati është me një fjalë grumbullon fund vitit, sa e ki pasurinë e pjesëton me 40, që është zekati. Don 1/40 hise, nuk ka shumë. Pastaj hisa e tretë e Islamit është agjerimi, kjo aktualiteti jonë muajin e Ramazanit. Me agjeru Ramazanin dhe me agjeru këtë muajt begatshëm, që me arrit devotshmërinë, me arrit vetë kontrollin, me kontrollu gjuhën, me kontrollu veprimet tua, kjo është aktualitetin se në jam. Pra, ti kthejmë edhe njëherë fillimit hadith, u betu pejgamberi alayhis salam që nuk janë barabartë si ata që kanë hisën në Islam, si ata nuk kanë. Betimi i dytë, po thot, betohem që nuk ka mundësi që Zoti ta merr dikon si me këti dhe ta lënë në ditën e Kiametit të shkatruar. Ta lënë në dorën e dikujt tjetër në ditën e gjallës. Pra i lëmi ai i cili është mik i Zotit, i lëmi ai i cili është evlia, se evlia që kam pas këtë herë një bindje është dikush si me lau që ku e di që ka kanë mendu që ka mrekullin, nuk është pa tjetër. Evlia është çdo besimtar i devotshëm. Kështu Allah i përshkruan evliat në Kur'an. Kush është besimtar, edhe i devotshëm, ai është evlia. Ai është mik i Zotit, i afërt i Zotit. Ndon disa raste që Zoti ju jep disa mrekulli këtyre njerëzve që quhen keramete, nderime, po nuk ka pa tjetër. E ai që është evlia, lumi ai, ka përgëzime për ta në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Shkojmë te betimi i tretë profetik, po betohet, betimin e tretë po e thot, nuk e dën dokush dikon veç se ka me ardhur me të në ditë e Kiametit. Edhe këtu është shumë me rëndësi këtë betim profetik me marr parasysh, me pas kujdes se kanë e dojmë. Të kemi kujdes se kanë për dojmë, se tash me rrjete sociale, njerëzit janë duke i dashur, ndoshta njerëzit që janë më të prishtë. Njerëz që as Zoti nuk ta besojnë. Njerëzit që ku e diun që ka bojnë, mas të futem në detaje, i dojnë ata. Duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes se kanë e dënë, se me ta ki mund gjallë ditë e Kiametit. I drejton edhe të më shumëve, të kenë kujdes mas të dojnë edhe udhëheqësat komunizmit që janë ka më herët, se mos po ngjallën me ta. Ku ka ma të merë? Ku ka ma të merë se mund gjallë me ta në ditë e Kiametit? Duhet me pas kujdes kanë e dënë. Na duhet me dasht pejgamberi alayhis salam, me dasht krejt pejgambert mas pari. Me Adem, me Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Sulejmani, Davudi, krejt mi desht pejgambert, mi desht njerëz të mirë, mi desht dëshmorët, mi desht burrat e mëdhaj, çta duhet mi dasht? Me ta mund gjallë ditë e Kiametit. E jo mi dasht disa që s'kan kur far vlerë. Dhe në fund profeti alayhis salam thot, u betu tash 3 betime, që e premtoj në fillim, po thot edhe nëse shtoj edhe një betim, nuk friksohna që do të gënjej. Nuk friksohna që do ta thej atë betim. Betimi i katërt në cilën po e shton si bonus, po thot betuhem që nuk e mbulon Zotin dokon këtë botë, vetëm se do ta mbulon edhe në botën tjetër. Nëse ti, o robi Allahut, bjen me ndaj gjuna, sprovohesh, të mashtron vetja jote, të mashtron shejtani, bjen me ndaj gjuna, Zoti ta ka qitë perdën ty, mos e çkyj perdën e Zotit. Mos ju tregot tjerëve që ke bëhat gabim. Se për ndryshi kemi u sprovu, ka me të nëzonë beleja, ka se pret. Mos ju kallëza tjerën, mbulaj, Zotit ka mbulu, ti mbaje këtë perdë e Zotit, mos e çkyj. Për atë arsye profeti alayhis salam thot, kullu ummeti muafa illa al-mujahirun. Krejt ummeti janë në mirëqenie, përveç ata që i shprehin mëkatet. Ata që i shprehin mëkatet nuk janë mirëqenie, janë fatkeqësi, janë në bela. Nëse Zoti të mbulon në këtë botë, ka me të mbulu edhe në botën tjetër. Siç ka unë transmetimin e saktë profetik që dita e gjallës Zoti ka me ka probin e ti me grushtin e ti, edhe ka me thonë, a ke ba këta edhe këta? Thot po. A ke ba këta e këta? Thot po. Thot, unë ti kam mbulu atë në jetën e dunjas, tash do t'i fali. Shikani Zoti sa falës, sa i mëshirshëm është. Kur bën ai gabim, nxita, pendohu, edhe kthehet keqen me të mirë në mënyrë që të falësh, edhe që të mos i vuesh pasojat e saj, as në këtë botë, as në tjetrën. Allah i shpërblet për dëgjimin, Allah i shpërblet për vëmendjen.